Mevlan Ademi, një nga iniciuesit e studentëve që kërkuan provim të jurisprudencës në gjuhën shqipe, thotë se nuk ka nevojë për krijimin e një ligji të ri, pasi që mjafton ligji për përdorimin e gjuhëve që studentët sipas nevojës dhe dëshirës të nënshtrohen testit të jurisprudencës në gjuhën e tyre anëtare. Ademi thotë se deklaratat e ministrit të drejtësisë i shohin si të pabaza dhe jo korrekte. Gjithsesi, ne sa kemi biseduar me profesionistë lëmis, kemi vlerësuar që ligji për përdorimin e gjuhëve është i mjaftueshëm dhe vepron në mënyrë lex specialis. Për këtë arsye nuk e shohim bashkëtarësyeshme që nevojitet ligji i ri që do përcaktojë gjuhën në të cilën do mbahet ligji i provimit jurisprudencës, pasi që ligji për provimin e jurisprudencës në vetën nuk e përcakton gjuhën në të cilën do mbahet e njëjti. Edhe arsyetimi që marrim nga Ministria e Drejtësisë që provimi i jurisprudencës shërben si mënyrë për të kontrolluar njohurinë e gjuhës maqedone, e shohim si të pabazë. Ligji për përdorimin e gjuhëve është shumë i qartë, në qoftë se profesionistët dhe juristët vlerësojnë që mënyra më e mirë për të zgjidhur kërkesa jonë është të miratohet një ligj i ri që do garantojë apo do përcaktojë gjuhën në të cilën do mbahet provimi i jurisprudencës, atë normalisht që edhe atë do e përkrajnë. Ademi thotë se ka 2 vite që merren me këtë çështje, por që ende nuk kanë gjetur zgjidhje. Ultimatum apo afat konkret nuk kemi. Iniciativa jonë ka filluar para 2 vitesh, që domethënë që 2 gjenerata të juristëve kanë kaluar në provimin e jurisprudencës në gjuhën maqedone dhe ne nuk do lejojmë që të kalojë edhe e treta. Ndërsa nuk përjashton edhe mundësinë e protestave nëse nuk merren parasysh kërkesat e tyre. Po besoj se në qoftë se nuk plotësohen kërkesat tonë, do kulminojmë me një protestë në Shkup. Për provimin e jurisprudencës, televizioni Koha e pyeti edhe ambasadorin e BE-s, Mihail Rokas, i cili tha se duhet të zhvillohet me dialog gjithëpërfshirës me palët e interesuara dhe të mos politizohet. We are aware of this matter, which has had a lot of publicity in the past few days. Ne jemi të vetëdijshëm për këtë çështje, e cila ka pasur shumë njohuri publike gjatë ditëve të fundit. Natyrisht, kushtetuta dhe legjislacioni kombëtar duhet të respektohen dhe kur lindin çështje të tilla është thelbësore që të zhvillohet një dialog gjithëpërfshirës me të gjithë palët e interesuara në mënyrë të batur dhe mundësisht pa u politizuar. Përndryshe, për provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe pati deklarata kontradiktore dhe të kryeministrit të vendit Hristian Mickovski, i cili fillimisht tha se të gjithë ata që duan mund t'i testojnë njohuritë e tyre në gjuhën anëtare, që një ditë më pas ta demantojnë veten dhe të kërkojnë ligj të ri, ndërkaq ministri i drejtësisë Igor Filkov në vend që të zbaton ligjin, po e bën interpretimin e tij, akuzojnë partitë opozitare. Në këtë debat u përfshi edhe ambasadori i Shqipërisë, Denion Mejdani, duke mbështetur fuqishëm studentët shqiptar që kërkojnë që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe.